Komuniteti Shkodran dhe kryesisht ai futbollit humbi veteranin e nderuar ish futbollistin e viteve 60 dhe më pas trajnerin e moshave Hasan Hasa. Ai mbylli syt në moshën 94 vjeçare duke lënë pas një karrierë të pasur me ekipin e vllaznisë, ku luajti krah emrave të njohur të futbollit si Haki Kraja, Beb Çefa, Deto Zmiani, Frederik Çapaliku, Jonus Deli, Zia Halluni e të tjerë. Në kujtime që sjell veterani Rauf Çanga veçon një moment që nuk është hasur në futbollin shqiptar, kur në vitin 1962 gjatë ndeshjes Lushnja Vllaznia në një luftim me sulmuesit vendas Gogoni dhe Hasan Hasës, ky i fundit do të humbte syrin në fushën e lojës. Ma luajt me vllaznin, që ju kanë në atë kohë deri në 63-64 që u vra në Lushje, ai Gogoni, ai Rafashiat. Gjatë lojës, Hasani ka ndërhy, si mas atyne që e spjegoshin, ka ndërhy mira me kry topit, ai ka ba një Rafashiat, në maj kucit i ka ranë në vetëll. Edhe doli nga fusha, atëra duket se nuk u ba për me lujt ma. Atëra Sani o morë me ekipe që si në gjire. Aty pregadit të lene, kanë darë Sajqana, kanë darë të Gruda. Hasan Hasa për mu ka qenë shumë simpatik si lujtar edhe shumë i mirë. Kam pas respekt e konsiderat, me gjithë se karriera ti nuk që shumë e gjatë. Ka qenë mërëjës i mirë, shumë i mirë, për kohë mendoj se ka qenë në lojtarët e mirë. Me gjithë se karriera ti nuk ka qenë shumë e gjatë. Por kontributin e tij si futbollist dhe më pas trajneri moshave, nga duart e cilit dolën emrat spikatur të futbollit, Hasan Hasa u nderua nga presidenti i Republikës në vitin 1993 me urdhrin ndaj Frashëri klasit të tretë, ndërsa klubi futbollit Vllaznia në vitin 2012 i dha titullin mirënjohje nderi sportit Shkodran.